Në pjesën e parë fokusi do të mbetet tek zgjedhjet në Kosovë në datë 7 e gjithë Kosova do të jetë në zgjedhje. Vudi, si po e shikon situatën? Situata është shumë e qartë, domethënë që kemi një strukturë politike që në 6 vjeçarin e fundit që ka qeverisë me Republikën e Kosovës, është përpjek me ba reforma në drejtësi, është pengu, është përpjek me ba reforma për ta luftu krimin organizuar dhe korrupsionin, është pengu, është përpjek dhe përkundër që është pengu, jo vetëm nga opozita, por edhe nga faktori ndërkombëtar, suksesshëm e ka shpartalluar instalimin sistematik 20 vjeçar të kthetrave të Serbisë në Kosovë. Kjo është ajo strukturë politike që po vazhdon me garu për vendin e parë të privilegjit të besueshmërisë së qytetarëve të Republikës së Kosovës për me majtë çelësin e shtëpisë. Pjesa tjetër e partive politike të përbashkëta opozitare që kanë qenë për 20 vjet në pushtet e që po garojnë duke qenë arsyeja kryesore pse vendi po shkon për të tretën herë në zgjedhje parlamentare mrena 16 muajve, janë ato parti politike që në rend të parë kanë shkaktuar këtë zgjedhje, në rend të dytë kur kanë qenë në pushtet për 20 vjet rresht gjatë mandatit të tyre rotativ, janë vra komandantët e luftës çlirimtare, janë vra politikanë aktivist, janë vra gazetar. Sepse ata të vrarët, që sot mund t'i quajmë heroj, e kanë kundërshtuar një grupacion banditesk e mafioz, që me të drejtë janë quajtur edhe shpesh edhe nga gazetat ndërkombëtare, si është Guardian, New York Times e të tjera, si që kanë quajtur edhe emëruar edhe çdo raport ndërkombëtar i komunitetit të inteligjencës, duke përfshirë raportin e NATO-s. Ata përveç që e kanë plaçkitur Kosovën në mënyrë sistematike, ata ja kanë vrarë bijtë më të mirë të këtij vendit, ata njëkohësisht e kanë mbështetur riinstalimin e kthetrave të Serbisë në Kosovë, edhe pse ishte kjo Serbi e cila po bënte gjenocid ndaj civilëve shqiptar në luftën e vitit 98-99 dhe një operacion gjenocidal më pak i përgjaku që kishte nisur që nga koha e ardhjes së Miloševićit në pushtet në krye të Jugosllavisë në fund të viteve 80-ta, por që represioni dhe fuqia shtypse ndaj etnisë shqiptare që jetonte në Jugosllavinë atëhershme nuk ishte më e pakët edhe atëherë kur ishte Titoja në pushtet. Cilat cilat mendon se janë momentet kryesore të kësaj fushate, të këtyre zgjedhjeve? Më të rëndësishme që mendon se kanë bërë diferencën për rezultatin që do vinë në datë 7? Dëgjoj, në shkurt të vitit 2021, shqiptarët e Kosovës ju thanë partive opozitare, ju pam për 20 vjet çka bot, edhe nuk ju besojnë më. Edhe ja dhanë 51% besueshmërinë zotit Kurti. Në zgjedhjet e shkurtit të vitit 2025, shqiptarët ju thanë opozitës, po e ndryshojnë pak menimin, po e japim një mundësi me reflektu, një lloj motive. Ke parasysh sikur për ata që kanë kafshë e shtëpiake, kur ja jep një kokër ëmbëlsire qenit ose macës, ata gëzohen. E kjo ka qenë figurativisht edhe ajo pak përqindje e dhuruar nga populli i Kosovës ndaj opozitës në zgjedhjet e shkurtë të vitit 2025,
duke shpresuar se do të reflektojnë. Po shkurt 2025 deri në nëntor 2025 populli i Kosovës e pa që këtyne ju japsh ka t'ju japsh krejt mendësinë e kanë me u kthy në pushtet për me vazhdu me bë plaçkën, me plaçkit shtetin, me parandalu konsolidimin e shtetit edhe me vazhdu me mbështet vazhdimin e instalimit të kthetrave të Serbisë në Kosovë. Prandaj, jo rastësisht populli i Kosovës më 28 dhjetor 2025 ju thanë këtyne, jo, ne nuk ju besojmë juve ma. Edhe shkoj prap besueshmëria ndaj Zotit Kurti mbi 51% në zgjedhjet e dhjetorit të vitit kaluar. Dhe këto bandat plaçkitse, sikur të mos mjaftoheshin, sikur nuk e kuptojnë gjuhën shqipe, u manovruan e përpiluan e bën çmos për me i përdor të gjitha mekanizmat demokratik të institucioneve të Republikës Kosovës për ta quar vendin prap në zgjedhje. Pra, këta i ranë shkelëm qytetarëve, 51% të qytetarëve të cilët e kishin treguar vullnetin e tyre politik me 28 dhjetor, dhe ju thanë ne po e hedhim këtë në kosht të plerave sepse ju nuk na votuat neve. Këta po duan të bëjnë një lloj sistemi qeverisë të stilit të Moskës, stilit Putinit, stilit të Ahmadinejadëve të Teheranit, edhe të stilit të Vučićëve të Beogradit. Edhe mirë po, unë besoj që populli i Kosovës prap do t'ju atregoj këtyre vendin se ku e kanë. Edhe më 7 qershor. Po ka një dallim kësaj radhe me 28 dhjetorin. Vjosa Osmani ka kaluar dhe është bashkuar, është rikthyer në fakt me LDK-n. Sa mendon gjatë këtyre ditëve, sa mendon se kjo lëvizje do të prodhoj një rezultat i cili mund të përkthehet nesër në një mundësi për një krizë tjetër në Kosovë? Partitë politike opozitare janë partitë e krizave. Këta, domethënë, duan të shkaktojnë krizë në Kosovë sa herë që ka një entitet të organizuar politik e jo politik për ta sfiduar instalimin e Serbisë në Kosovë, për ta sfiduar krimin organizuar dhe korrupsionin dhe për ta sfiduar mafian vrastare të tyre, pjesë të cilit ata janë. Prandaj unë nuk do të habitem as pak nëse këta do të vazhdojnë të njëjtën rrugë, sepse këta nëse nuk do të vazhdonin të njëjtën rrugë, do të ishte vërtet me u habit. Domethënë, këta nuk janë më ata të cilët na kanë treguar se janë. Por kalimi i zonjës Osmani në LDK ka shkaktuar edhe dëbim të një numri të madh të elektoratit të LDK-s. Nga LDK-ja në drejtim të partisë në pushtetëve të vendosje. Sepse përkundër sharjeve të vazhdueshmeve, dezinformatave, gënjeshtrave të një pas njëshme në pikë të ditës. Madje merreni me mend. Veç shikojeni këtë detaj. Jo që i gjithë spektri i politikanëve të partive të përbashkëta opozitare kanë histori verifikueshëm të konfirmuar të përfshirë në rrjetet krimit të organizuar. Gjatë mandateve tyre janë vrarë politikanë, komandant luftës e gazetar. Kanë plaçkit deri në palc, kanë nënshkruar krejt të gjithë në mënyrë të përbashkët, kanë nënshkruar marrëveshje ndryshme që i kanë favorizuar Serbinë në Kosovë. Po kemi edhe të tillë sikur politikani Fatmir Limaj, të cilët i janë gjendur parat fizike të plaçkitura, të vjedhura nga populli i Kosovës në bojlerin e shtëpisë së tij. Dhe ky njeri del edhe akuzon rrejshëm qeverinë e Republikës Kosovës se gjoja nuk po i menaxhoj ka mirë parat publike. A kupton? Kjo është për te i qesharakës. Kjo është
Kjo është turpi i turpit. Si mund ta përfaqësosh ti një kauz, këta s'kan as kauz politike, e vetmja kauz dhe vullnet e tyre politik është hajnia, plaçka, vjedhja, vrasja, se këta na kanë tregu çka kanë bërë për këtë periudhë se kanë qenë pushtet. Dhe këta kur kanë rënë në opozit, as nuk janë distancuar nga e kaluara tyre kriminale, këta përkundrazi janë përpjek me vazhduar kriminalitet. Këta vazhdojnë të kërcnojnë gazetarët edhe politikanët tjerë të cilët janë duke i kundërshtuar rrjetin e tyre kriminal. Këta vazhdojnë madje ta kërcnojnë edhe shtetin. Merreni me mend kur policia e Kosovës lëviz ande këndej teritorit të vet që ka legjitimitet të plot me shku ku doj, këta e paralelizojnë si policia e Miloševićit. Merreni me mend. Do më thonë, këta njerëz nuk kualifikohen për pushtet. Nuk kualifikohen për të menaxhuar diçka të përbashkët. Sepse këta janë plaçkitës hajna ordiner të cilët janë sikur ai fëmiu 2 vjeçar që kur t'ja blen një lodër, edhe don vllau ose shoku tjetër me lujt me të, i bie grush tjetër thotë jo, thotë kjo është vetëm e imja. Domthon, kështu këta e kanë trajtuar Kosovën për 20 vjet se kanë qenë në pushtet dhe kështu po duan të vazhdojnë të trajtojnë edhe tash kur po kërkojnë pushtet. Vudi. Mirë po, shumica qytetare e Republikës Kosovës nuk do t'ua jap besimin këtyre, sepse këta nuk janë njerëz të besueshëm. Këta janë gënjeshtar, këta janë kriminal të cilët duhet mu përballë me drejtsinë. Vudi, e përsaktuat, le të themi, opozitën si burimi i vërtet i krizave. Ndërkohë, në 28 dhjetor, u duk sikur Kurti mori një mbështetje maksimale, çka do ta kishte të lehtë për ta zgjidhur edhe krizën që do të prodhojë nga presidenti, dhe në rastin konkret emri Vjosa Osmanit u lexua apo u interpretua si emër i cili mund të ishte një emër që mund të krijonte dakordsinë për të kaluar edhe krizë dhe për të shmangur zgjedhje të parakoshme. Pra, çfarë përgjegjësish ka Albin Kurti në këtë rast? Pra thash, qytetarët e Kosovës në dhjetor, nga gjithë komentatorët që unë kam komunikuar, ja dhanë mandatin e plot Albin Kurtit për ta tejkaluar edhe këtë gjë. Pra, pse duhet ta mbajnë përgjegjësinë opozita, ndërkohë që Kurti në rastin konkret, që është edhe, le të themi, mazhoranca, drejtuesi mazhorancës kryesore absolute në Kosovë, nuk duhet të mbajë përgjegjësi. Dgjoni, opozita në rend të parë e ka etiketuar zonjën Vjosa Osmani si shërbëtore direkte të zotit Kurti. Njëkohësisht, prapa skenave, sipas gjetjeve tona hulumtuese, opozita ka orkestruar puç apo rezultat veprim manovrues politik për ta përmbytur rezultatin e zgjedhjeve të dhjetorit. Duke qenë se këta e kishin orkestruar manovrimin politik për ta përmbytur rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit, që është veprim kundër interesit kombëtar, kundër Republikës Kosovës, kundër të drejtës legjitime të qytetarëve për me zgjedhë se kush do ta qeverisë vendin, me të drejtë partia në pushtet dhe zoti Kurti ka vendosur që kjo është një politikane e cila nuk mund t'i besohet më, me të cilën ti nuk mund të bësh realitet kauzat politike. Prandaj, ata e kanë ndryshuar mendjen për ta pasur atë si kandidatë të preferuar, por nuk kanë refuzuar të japin votat për zonjën Osmani në rast se ajo propozohet nga partitë opozitare. Nëse partitë opozitare arrin me gjetë frym bashkëpunuese me njëra tjetrën, me i bënë nënshkrimet e mjaftueshme edhe votat e mjaftueshme, që pastaj me ofru si propozim partisë në pushtet që ky është kandidati ynë i preferuar për president, edhe partia zotit Kurti e ka pas kandidatin e tyre të preferuar që ka qenë Glau Konjuca dhe pastaj sollën edhe kandidatë të tjerë me kalimin e kohës,
Dhe ata kanë thënë që ne do ta votojmë me prioritet kandidatin tonë të preferuar, por nëse nuk ka vota të mjaftueshme për kandidatin tonë të preferuar, atëherë do ta votojmë edhe kandidatin një kandidat i kualifikuar i opozitës, të cilin opozita e sjell. Tash, këto janë fjalët e vetëvendosjes. Po a kanë pesh besueshmërie? Përgjigjja është po, sepse vetëvendosja është një parti politike që ka kredibilitet në mbajtjen e qëndrimeve të tyre të deklaruara publike. Por a ka besueshmëri dhe pesh kredibiliteti fjala e opozitës? Jo, sepse këta për 20 vjet përveç që ka gënjur rresht, këta kanë vazhduar duke mos e ndalur hovin e gënjeshtrave edhe gjatë 6 vjeçarit se kanë qenë në opozit, por edhe gjatë kohës sa ishin në këto situata krize të cilat ata vetë i shkaktuan. Ata gënjyen se dështoi zgjedhja e presidentit për shkak të zotit Kurti. Mbi po e vërteta është që ata nuk morën pjesë në seancën parlamentare që ishte nisur me 5 mars për të mbajtur seanca për ta propozuar kandidatin e presidentit. Pra kur ti nuk merr pjesë në seancë parlamentare hiç, atëherë seanca nuk mund të realizohet, sepse kështu është sistemi demokratik i Kurdisë në Kosovë. Pra, për ta mundësuar funksionalizimin e demokracisë, këta do duhet merrnin pjesë në atë seancë parazgjedhore, në atë seancë parlamentare. Dhe ata nuk morën pjesë. Dhe para se të shtërroheshin veprimet e plota demokratike, kushtetuese të Republikës Kosovës, që të mbaheshin edhe 2 seanca parlamentare të paktën, për mu përpjek me zgjedh kandidatin për president, mu të nesërmen, zonja presidente e shpërbeu parlamentin me dekret presidencial, gjë që edhe gjykata kushtetuese ja kundërshtoi efektshmërinë juridike të një veprimi të tillë. Pra, këta njerëz kanë bërë akt vrastar ndaj vullnetit të 51% të qytetarëve të Kosovës të cilët kanë votuar me 28 dhjetor. Kanë bërë vrasje në demokracisë, duke i përdorur mekanizmat demokratik. Vudi, retorika qoftë edhe Albin Kurtit ku flet për patriot edhe për zullumqar, duket sikur shmang një lloj bilanci në kuptimin e një analize në raport me mënyrën se si ai ka qeverisur dhe këtë e thon partitë opozitare në Kosovë. Pyetja ime është, cili është përveç thash kësaj retorike, a ka një bilans qeverisës qeveria Albin Kurtit? Çfarë ka arritur deri tani ndryshe nga në kuptimin e përmbushjes së detyrimeve të saj si qeveri e Kosovës? Dëgjoj, kritikat e përqendruara të opozitës ndaj qeverisë Kurti janë kritika të cilat janë të përqendruara në rezultatet e dëmshme ndaj Republikës Kosovës dhe interesit të publikut, të cilat janë aty si rezultat i prekshëm dhe i verifikueshëm i punëve të vetë opozitarëve të cilët kanë qenë në pushtet 20 vjeçar. Këta nuk kanë kritika përmbajtësore, dokumentuese, analitike të ekspertizës përkatëse në raport me veprimet e qeverisë Kurti dhe të cilat nëse analizohen dhe hulumtohen, mbase mund të ketë vend për kritika. Prandaj edhe ne si gazetar, por dhe publikun përgjithësi, nuk e dim në të vërtet çfarë ka të keqe që mund të ketë bërë qeveria Kurti. Ajo çka ne e dim është që kritikat që me të cilat po sulmohet qeveria Kurti nga ana e opozitës janë zullume të cilat i kanë bërë vetë partitë opozitare gjatë kohës se kanë qenë në pushtet. Dhe qytetari i Kosovës që i ka përcjell zhvillimet politike në Kosovë, në 26 vjeçarin e fundit pas luftës, ai është i vendishëm. E din kush ka qenë në pushtet në këtë periudhë dhe në atë periudhë. Shihet tash, mundohen me akuzu zotin Kurti
dhe lidhje të tij gjoja të përbashkëta politike me listën serbe. Po na bre kejt e dim që lista serbe është rezultati marrëveshjes Hashim Thaqit me Ivica Dačićin vitin 2013? Po na bre krejt e dim që listës serbe ja ka qel Milan Radojčić, ja ka qel zyrën për herë të parë edhe kur ka qenë ndjekur nga autoritetet. Ja ka qel zyrën Ramush Haradinaj. Po na bre krejt e dim që mas takimit Milan Radojčićit me Ramush Haradinaj, Haradinaj e ka mbyll institutin për dokumentimin e gjenocidi serb në Kosovë, bashkë me Hashim Thaqin. Po na e dim bre krejt shqiptarët e Kosovës që instalimi i kthetrave të Serbisë në Kosovë dhe marrëveshjet që janë nënshkruar të dëmshme ndaj Kosovës dhe të favorshme ndaj Serbisë janë rezultati i nënshkrimit të marrëveshjeve të partive opozitare që kanë qenë në pushtet për 20 vjet. Dhe këta, të cilët verifikueshëm kanë punu për interesat Serbisë, madje edhe duke e plaçi Kosovën, madje edhe duke avrar intelektualet e komandantët e luftës, edhe gazetarët, këta përpiqen me na bind neve se Albin Kurti qenë ka njeriu i Serbisë ose spion i Serbisë. Dhe kur këta janë vetë autorët të krejt kësaj retorike banditeske, të ndyt, të doktrinës së Maskirovkës së Rusisë, këta pastaj sillin edhe pështillin edhe manovrojnë dhe përpiqen me na gënjy në pikë të ditës se Albin Kurti disi qenë ka fajtori pse qytetarët në përgjigje frustruese ndaj akuzave tyne kriminale ndaj zotit Kurti, qytetarit quajnë këta njerëz të cilët kanë punuar me Serbinë. A e kupton? A e kupton domethënë çfarë me çfarë njerëz kemi të bëjmë? Me njerëz të cilët e tërheqin këmbëzën e pushkës për të vrarë, të vrasin dhe pastaj të thonë po pse më dole para plumbit. Kjo është, domethënë, kategoria e pështirë, e pisët, e problematike në çdo normalitet racional për ta kuptuar se çfarë njerëz janë këta. Pos titulli është i plotnisht i merituar që këta thjesht janë bandit, mafioz, kriminal që duhet mu përballë me pasojat e drejtësisë. Me drejtësinë, me pasojat e veprimeve tyre të gabuara ndaj interesave publike dhe interesave të Republikës Kosovës. Merreni me mend. Na e sjellin dikë si Fatmir Limaj me nashit moral për kundër korrupsionit, aktina ju kanë gjetë miliona në bojler të shtëpisë tina ato i vjedh pej publikut. Del Ramush Haradinaj e akuzon Albin Kurtin për spionazh për Serbinë. Ramush Haradinaj është shpirt për shpirt, shok me Richard Grenellin, njeriu që në çdo hulumtim ndërkombëtar gazetaresk, përfshi redaksia ime, e ka dokumentuar që është mercenar e interesave gjeopolitike dhe strategjike të Rusisë në Evropën lindore e përkitazi edhe në Ballkanin Perëndimor. Ai njeri madje është stolisur me urdhrin e flamurit të Serbisë 31 ditë pasi që Serbia e ka sulmu Kosovën në 24 shtator 2023-s. Zoti Haradinaj është autori që ka mbyll instituti për dokumentimin e gjenocidit serb në Kosovë. Mi pikërisht vetëm një muaj pasi është takuar me Milan Radojčićin, i cili është njeriu që ishte udhëheqës në përpjekjet aneksuese të veriut Kosovës. Këto janë situata të dokumentuara, janë fakte publike të verifikueshme. Dhe ky njeri e ka syt me guxu, me dal, me i thonë publikut se filan politikani, si Albin Kurti që nga njeriu i Serbisë, kur është zoti Kurti arsyeja pse Serbia nuk ka më kontroll ndaj Kosovës, të cilin kontroll këta e kishin instaluar me vullnet të tyre politik. Domethënë, shihet çfarë kategorie të njerëzve kemi të bëjmë. Vudi, ndërkohë me që shkuam tek veriu, ka akuza që asociacioni po krijohet pa zhurmë, të paktën që vijnë nga radhët e LDK-s. Ato janë gënjeshtra të kulluara të këtyre, si që thashë edhe më herët, këta njerëz janë në gjendje të vrasin dhe pastaj
kur të kenë vrarë, të akuzojnë pse i dole plumbi tyre përpara. Aq të ndyt janë këta. A kupton? Këta njerëz i kanë vrarë dhe komandantët e luftës çlirimtare, të cilët janë përpjek me ndalu pisliqet e tyne plaçkice dhe veprimet antikombëtare. Këta njerëz i kanë vrarë gazetarë të Republikës Kosovës, të cilët i kanë ekspozuar rjetëzimet e tyne kriminale, banditeske, plaçkice dhe antikombëtare. Këta njerëz i kanë vrarë edhe besnikët e presidentit Rugova, të cilët kanë qenë të përfshirë në hartimin e planeve shtetformuese. Këta njerëz janë ajo strukturë kriminale e cila i ka bë atentat vrasës 2 herë presidentit Rugova. A kupton? Do më thënë, kjo është rast për studim. Mirë po, për mua si gazetari, cili ka raportuar në zonat e Republikave Sovjetike në 10 vjeçarin e fundit, kur kemi punuar me media britanike që ende punoj, na është dashur të mësojmë edhe të lexojmë dhe të studiojmë për taktikat operative të doktrinave ruse të dezinformacionit dhe manovrimeve të ekspansionizmit territorial dhe politik ndikues në rajon. Dhe krejt ato çka unë i kam parë për 10 vjet, janë duke i parë që këta janë duke i zbatu. Tash, a i ka trajnu këta Rusia? A janë të punu këta për Rusin? Unë nuk e di, por këta janë veprimet e tyre janë treguese qartësisht që janë duke i zbatu me përpikmëri taktikat ruse të dezinformacionit, gënjeshtrave, Putini i vret kundërshtarët e vet politik bre? Këta janë ata njerëz të cilët i kanë vrarë kundërshtarët politik. Këta janë ata njerëz të cilët gjithashtu kanë lëshu dhe kampanjë në përpjekje për ta vrarë karakterin edhe reputacionin tim, duke më akuzuar se qenë kam njeri i Serbisë, se po puno kam për UDP-n, në mënyrë që këta, kur ta ekzekutojnë planin operativ të vrasjes time, të mund të shpëtojnë nga kërkesa llogaridhënies nga publiku. Mi po edhe si që kanë thënë publikisht. Ju mund edhe ndoshta të më vrisni, po nuk do të shpëtoni pa hakmarrje. Dhe po ju them prap që nuk do të shpëtojnë pa hakmarrje. Dhe unë dhe shumë njerëz të tjerë si unë, që kanë integritet edhe patriotik, edhe intelektual, edhe profesional, përveç në nivel kombëtar, por edhe ndërkombëtar, ne jemi duke punuar dhe do të punojmë pafundësisht derisa këto fundrrina të përgjigjen para drejtësisë për të gjitha vrasjet që i kanë bërë, për gjitha zeza që i kanë bërë popullit shqiptar dhe Republikës Kosovës. Ndërkohë, Vudi, si e vlerëson qëndrimin e ndërkombëtarëve për sa i përket këtyre zgjedhjeve? Sa ndikim mendon se do ketë qëndrimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Bashkimit Evropian? Apo qoftë edhe Rusia, siç e tha aty. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë qëndrim për zgjedhjen në Kosovë. Jemi të qartë. Janë disa deklaratat aty këtushme të zonjës Pratupati, po zonja Pratupati është e komprometuar në sajt të gjetjeve tona ulëmtuese. Ajo koketon me familjen Devolli, e cila ka biznes të përbashkët me Serbinë dhe është duke financuar çdo operacion propagandistik kundër shtetformimit të Republikës Kosovës me interes të Republikës së Serbisë dhe interesat të Beogradit në Kosovë. Zonja Pratupati ka gënjur hapun se Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë pëzulluar marrëveshjen strategjike me Kosovën, kur nuk kishte marrëveshje. As nuk kanë nisur negociatat për atë marrëveshje. Domethënë, ajo e ka lëshuar këtë gënjeshtër vetëm disa ditë pasi është takuar me Devollët. Dhe na e dim historinë e shumë ambasadorëve amerikanë në Kosovë në 20 vjeçarin e mas luftës, edhe 26 madje, ata kanë ardhur të pabrek, si thot Ali Aslani, milioneri janë kthyer në shtëpi. Domethënë, kjo është botërisht e ditur. Nuk ka qëndrim të State Departmentit amerikan. Ajo është ngarkuar për të administruar ambasadën amerikane, jo për të transmetuar politikat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo është e vërteta. Vjosa Osmani është dhe çdo qëndrim i ndërkombëtarëve që është në kundërshtim me vullnetin e sovranit, shkofshin në djallë. A kupton?
sepse nuk mund ta sfidoj askush vullnetin e sovranit e atij vendi. I Zoti i shtëpisë në Kosovë është populli i Kosovës, edhe i ka dek në asaj pune. Të gjithë politikanët të cilët garojnë për me marrë besueshmërinë e menaxhimit të shtëpisë tonë kolektive Republikës Kosovës, ose do duhet të jenë politikanë të denjtë të cilët e tregojnë qartësisht dhe kanë histori të dëshmimit të asaj se atë çka e thonë atë do ta bëjnë, ose në të kundërtën do të shporën nga pozita e besueshmërisë, siç i shporri populli i Kosovës në vitin 2021. I shporri në 2025, 2 herë. Do t'i shporë edhe tani në 2026. Pyetja tani është, Vudi, kjo mendon se do jetë një vot pro Albin Kurtit apo pro shporjes, për t'i shkuar termi që t'i përdore, të klasës vjetër politike? Kjo vot, si çdo vot tjetër, është referendum për shkputje përfundimtare nga kthjetrat e Serbisë, të cilat kthjetra e kanë mbajtur Kosovën mbrapa me mbështetje të partive të sotme opozitare, të cilat e kanë ndihmuar Serbinë të instalojë ato kthjetra për 20 vjet rresht. Kjo vot është vot kundër strukturave vrastare të shikut, të cilët i kanë vrarë komandantë e luftës pabesisht në mesnatë para agimeve të mëngjeseve të lirisë Kosovës. Kjo vot është kundër strukturave kriminale që i kanë vrarë politikanët, që i kanë vrarë besnikët e presidentit Rugova, që kanë tentuar me vrarë presidentin Rugova, që i kanë vrarë gazetarët, të cilët i kanë hulumtuar rrjetet kriminale dhe janë përpjek me izbulu. Kjo vot është kundër banditëve, gënjeshtar, të paskrupullt, të cilët e kanë plaçkit këtë vend për 20 vjet rresht. E kanë instalu Serbinë në Kosovë për 20 vjet rresht se kanë qenë pushtet. Tash po përpiqen madje me përdor edhe imazhin e çlirimtarit për me mbulu pislëkun e tyre. Kjo vot është referendum për shkputje nga mafia vrastare, nga mafia plaçkitse, nga mafia pro-beogradase dhe shkputje përfundimtare nga Serbia, e cila ka qenë dhe mbetet e instaluar me këta njerëz derisa këta të mund të marrin pushtet. Vudi. A do të jetë zoti Kurti, a zoti tjetri, a zoti Bëja, a zoti Coja, të cilët janë politikanë që kanë kredibilitet dhe besueshmëri nga populli për ta mbajtur qelsin e shtëpisë tonë kolektive dhe për ta konsoliduar shtetin edhe për t'i shporrë bandat kriminale, ajo është diçka që populli do të vendosë, do ta jep fjalën e vet me shtatë qershor. Vudi, për të ardhur pak tek protestat në Shqipëri, kam parë një koment tëndin dhe ndjes nuk e di se si e ke kohën, po do doja shumë një vlerësim për sa i përket të gjithë, të gjithë kësaj ngjarje që prodhoi më pas këto zhvillime dhe një prognozë të këtyre zhvillimeve. Ku mendon se do ta çojnë Shqipërinë? Protestat në Shqipëri janë të domosdoshme, janë legjitime dhe ato duhet të vazhdojnë të mos ndalet deri në shkëputjen përfundimtare të Shqipërisë nga kthetra e Edi Ramës, i cili e ka hedhur Shqipërinë në orbitën e interesave të Rusisë dhe të Serbisë. Ne, si që dini, si redaksi, tash 3 vjetë kemi dokumentuar, hulumtuar dhe raportuar çdo manovër politike të zotit Rama që ka qenë në hije të interesave të Serbisë, por edhe të Rusisë. Zoti Rama është gjithashtu i përfshirë edhe në thyerjen e sanksioneve të perëndimit ndaj Rusisë, duke lejuar vajrat ruse të futen nëpërmjet portit të Durrësit, në mënyrë ilegale. Siç është vend antar i NATO-s, do duhet ta ndalonte këtë, po nuk e ka ndaluar sepse ai është njeri në xhepin e tyre. Shitja e ishullit të Sazanit, që është një pikë e strategjisë së manovrimit ushtarak të ujrave detare, është kërcënim serioz për arkitekturën e sigurisë demokracisë dhe për arkitekturën e sigurisë së vendeve anëtare të NATO-s. Sepse ata njerëz që e kanë blerë ishullin e Sazanit nuk e kanë blerë se duan të investojnë e të bëjnë ndonjë turizëm, e kanë blerë sepse strategjia është që të sillet flota detare ruse në ujrat e Adriatikut. Dhe nesër, dhe këta njerëz që e kanë blerë,
e kanë blerë me para të oligarkëve të Kremlinit. Këta janë vetëm faqja e parë e kopertinës e librit. Jared Kushner e Ivanka Trump e këto të tjerë. Zoti Trump është verifikueshëm njeri i Kremlinit në Washington, në shtëpi të bardhë. Shfletoni hulumtimet gazetareske të gazetës Guardian, gazetës Der Spiegel i Gjerman, shfletoni hulumtimet gazetareske të Financial Times, shfletoni librin e Luke Harding, që ka qenë korrespondent i gazetës Guardian në Moskë, i cili libër quhet Shadow State, e spjegon me përpikmëri komplet rrjedhën operative se si është rekrutuar zoti Trump në rrjetet e GRU-s ruse. Që nga ardhi ati në pushtet në mandatin e parë, është reduktuar dukshëm pjesëmarrja dhe kontributi i politikës së Shteteve Bashkuara të Amerikës në politikë ndërkombëtare. Është kërcënuar shkatërrimi i aleancave perëndimore të vlerave demokratike, të sistemit demokratik për cilin njerëz kanë dhënë jetë dhe luftojnë, për ta kundërshtuar, që është e kundërta e asaj çfarë presidenti Putin në Rusi e dërgon. Dhe ajo çfarë e shohim presidentin Putin dhe sistemin e tij vrastar, kriminal, gjakatar në Rusi, e kemi parë të njëjtën në Serbi, e kemi parë të njëjtën në Kosovë për 20 vjet pushtet se kanë qenë partitë opozitare rotative në pushtet, por po e shohim edhe në sistemin e kryeministit Rama. Policët vritën, gjyqtarët vritën, politikanët vritën, gazetarët kërcënohen, populli varfrohet, populli detyrohet me u shpërngul nga territori i vet, nga vatra e vet ku ka lindur e ku është rritur. Nuk ka investim në edukim, nuk ka investim në popull, nuk ka investim në ngritje të kapaciteteve intelektuale të kombit të vet. Zoti Rama është krejtësisht në xhepin e Putinit. Domethënë, kjo nuk është e rastësishme. Prandaj, zgjohuni shqiptar, zgjohuni dhe bashkohuni kryengritjes së përbashkët, sepse i kemi argatët e Putinit në pushtet në rastin e Tiranës. Vudi, Dhe njerëzit nuk duhet të shkojnë në shtëpi. një kuriozitet, si angjajnë këto protesta, apo sa të ngjashme janë këto protesta në Tiranë me protestat në Serbi? Nuk e di sa i vëmendshëm ke qenë ndaj atyre protestave. Protestat në Serbi janë kundër një sistemi qeverisës të stilit të Putinit. Protestat në Shqipëni janë kundër një sistemi qeverisës të stilit të Putinit. Domethënë, populli don të çlirohet nga hallkat edhe prangat e rrjeteve kriminale që kanë marrë pushtetin po ashtu në mënyrë kriminale. Dhe populli nuk duhet të ndaloj.